something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit it forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. That means a lot. People, especially kids in Kosovo, look me as a hero. E vogla e shtëpisë nuk durante më presionin e motrës së saj. Duhesh me ardhë në gjudo me mu edhe me shoqet tona. Kjo mundet me qenë ardhmja jote. Kjo ishte kërkesa e vazhdueshme e Kaltrina Kelmendit. Motra ka qenë më e madhe se unë edhe realisht pak më e gjallë se unë, kështu që më ka detyru me ardhë, pavarësisht asaj që unë s'kom pas qef. Edhe normal që sot ndina mirë, që motra ndoshta në atë ku më ka detyru me ardhë mirë, po sot falë asaj unë jam këtu edhe i kom arrit këtu rezultate që. Ajo rritej si gjithë fëmijët e tjerë për kundër kohës e sfidave të viteve të 90-ta. Brenda saj lulëzonte një shpirt luftarak, por i padukshëm. Butësia e qetësia që ajo posedonte po krijoni një karakter të madh, që në vitet 2000 fshihej pas një perdeje të panjohur. Vajza e vogël tashmë kishte mbushur 8 vjet. Majlinda Kelmendi u lind me 9 maj të vitit 1991 në qytetin e Pejës. Po kur ja kom fillu me ushtru gjudo, i kom pas nështë 8 vjet e gjys. Që atër po mendoj që është mosha kur ti fillon me ndru se qka ki qef me u bo. Salla është shumë afër shtëpisë tonë, mirë po mendoj që prindërit e mi nuk kanë qenë shumë të informum se për çfarë sporti ose çfarë sporti zhvillohet në këtë sallë. Mirë po prindërit e mi edhe familja më kanë përkrahur gjithmonë. Prindërit e mi janë shumë dashamirë të sportit. Mami për një kohë shumë të shkurt ka ushtru karate. Ne në vitet e 90-ta kemi ndërtu një palestër cila gjatë luftës për fat keq është shkatru, mirë po me gjithat e kemi renovu dhe kemi po dëgashme me stërvit, me fillu një rrugtim një klubi të ri, cili është ndërtu kryesisht në fillim me fëmijët e lagjës. Dhe Majlinda jeton prej palesës, prej shtëpive tona të familjes, diku 100 metra, se më thonë për 1 minutë është të palestra. Këtë fëmijët kanë ardhur, shumica prej tyre s'kan ditë as çfarë sporti o judo. Sfida e parë që kam pas si trener, jo vetëm me Majlin, por me gjithë tjerë, ka qenë si t'i mbajnë në sport, sepse fëmijët e moshës 7 deri në 12 vjeç nuk mund pretendohet që do të bëhen kampion të ardhmen, sepse me të vërtetë është moshë kur ata duhet të luajnë, nëpërmes lojës të zhvillojnë ato lëvizjet psikomotorike,
t'jenë të fokusu ma shumë në anën edukative. Qëllimi im për t'i mbajtë në sport një farë forme është realizu nëpërmes udhëtimeve që i kom organizu në atë kohë me një entuziazëm, me një energji pas përfundimit luftës. Kontakti i parë me Majlindën ka qenë dikon viti 2000-2001. Ka qenë periudha mbas luftës, periudhë ku fëmijët më të vërtet kanë pas mungesë të aktiviteteve të ndryshme. Aktiviteti vetëm në lagjën tonë ka qenë klubi Gjudës i Pon, trajnerit të cilit kam qenë edhe unë në atë kohë, së bashku me drejtonin. Kur kom fillu më ushtru Gjodë, pak njerët kanë prikë që unë kom e vazhdu, edhe nuk kom arrit këtu ku jam sot. Krejt kanë më që hajtë 2-3 javë, din edhe nuk ushtran mu. Se Gjodë është sport luftarak, ndështë fëmijët që janë ashtu ma gjallë, ma agresiv pak, e qenë vetën shumë ma lehtë. Mirë po unë, pavarësisht asaj që kom qenë shumë e butë, kur ku marrë këtu, e kom zbulu një anë tjetër të karakterit tem. Që them të drejtën, Majlindës, për herë të parë ja kam dëgju zërin ndoshta mbas 7-8 viteve, të thot diku në vitin 2007-2008, se ka qenë aq serioze dhe aq e qetë, por ka qenë aq e përkushtuar për sportin e Gjodës, që më të vërtet mund ta cilësoj si një fëmijë që lindi në rrallë në trevat tona. Karakteristikat e saj si personalitet më kanë bo mu që t'i hap syt pak ma shumë, të përkushtohem ndaj saj ma shumë, po jo vetëm ndaj saj, afër saj është rritë një sportiste e madhe, Nora Gjafor. Po me thonë drejten, unë në atë vitet 2000, edhe vetë kur kom qenë, është koha kur edhe vetë kom qenë aktiv, nuk kom ditë edhe me vlerësu mas mirja, a është Majlinda njana prej atyne, a nuk është. Me gjitha tu pa një seriozitet e ajo, seriozitet cilin e ka tregu tu mos qenë sikur bashkë sikur fëmijët e tjerë, ma tërhekun, ma qetë, jo një vajzë e zakonshme, një vajzë shumë e tërhekur, po në fillimet e saj, me thonë drejten, nuk është që unë e kom dallu prej të tjerave se ka pas, për mendimin tim ndoshta në grupin e saj edhe plot vajza tjera cilat kanë qenë shumë ma gjalla. Muj me thonë lirisht edhe shumë ma premtuse se Majlinda. Pasi që kom fillu me ushtru diku pas 2 javë, kemi shku në gara në Sarajevo, edhe po mendoj që ky ka qenë momenti kur Gjodë më ka hijashtu në shpirt, edhe prej asaj dite gjithmonë kom pas qef me arrit diçka njetë përmes Gjodës. Shumica e nxënësve të mi kanë pësu humbje për shkak se nuk kanë ditë as çfarë sporti ende, pa ajo ka qenë një garë për fëmijë, një garë ku me rëndësi ka qenë pjesëmarrja. Normal se të për 2 javë nuk i mund kur gjo me mësu, sidomos Gjodës është goxha sport kompleks. Mirë po në garë aty ku kom shku, kanë qenë veç 3 garuse, kështu që medalja e bronzë më ka taku mu, pavarësisht asaj që se kom fitu asë një luftë. Edhe kur jom kthyn se qa që kom qenë e gëzume, që ja kom marrë medalja dhe shakun e kom fitu, e tash më pyetshin
familjarët, pa edhe në klasë, shokët e shoqet, e sa lufta e ke fitu? Sa lufta e kom fitu medaljen, thësha. Kështu që kom qenë shumë e gëzuar për qatë medalje, edhe nështë që ajo ka qenë motivi, edhe ajo që kam ka shtyru në me ushtru prapë, që nështë me shku edhe në gara tjera edhe me fitu medalje. Kem shku një herë me një garë, viti sakt nuk më kujtohet, ndoshta 2002, aty dikon në Herceg-Novi, edhe s'di qysh mërë puna, drejtoni këtë të udhëheq dikon tjetër në një tatami tjetër të luftu, edhe thirrën Majlindën ta shko udhëheqe. Edhe më kujtohet, ama bash sikur sot më kujtohet, luftoj kjo me një vajzë për këtyne këshive verior që i kem atje dika, edhe e ka pas një trenere tjetër, ajo vajza një femër shumë e zhdomshme. Edhe filloj pak me mbezdis ajo zoni shumë i lartë i saj, edhe më kujtoti këmë thonë, hajtë krye ma bi. Në qatë moment e ka gjujt edhe e kam posht me i pon. është hera e parë kur unë e kum pa që kjo Majlinda e sotit është me gjithat që kjo që është sot. Koha kalonte, rrugtimi në sportin e judos çdo ditë bëj edhe më serioz. Për kushtimin, karakteristikat e saj edhe njohurit e mia për sportin e judos kanë qenë nivelit duhur, në moment duhur. Kur ka ardhur diku viti 2005-2006, kemi fillu të shkojmë në gara pak më serioze. Majlinda është veçu edhe po të them prej asaj kohe ne pothuajse nuk kemi bërë kur gjë tjetër. Stërvitjet tona kanë qenë të jashtëzakonisht të mundimshme. Nga viti dikon 2007-2008, drejtori ka filluar të punoj profesionalisht. Unë jam angazhuar më shumë në administrimin e federatës. Do të thotë në atë kohë ne kemi pasur probleme me pjesëmarrje, pasi që e dim se deri në vitin 2009 nuk kemi lejuar të marrim pjesë si Federatë e Judos Kosovare. Por Federata e Judos së Kosovës po përjetonte një periudhë e cila po ngadalësonte çdo proces. T'ju them të drejtën, kanë shkuar 5 vite derisa kemi rënë në kontaktin e parë direkt, do të thotë me kryetarin e atëhershëm të Federatës Botërore të Judos, zotin Marius Vizer, do të thotë 5 vite të tëra vetëm për një kontakt. Kështu që këtë kontakt direkt e kemi arritur në vitin 2008. Pas kësaj, gjithçka ka rrjedhë shumë e mirë, pasi që me idenë tonë që Kosova të merr pjesë, apo Federata e Judos Kosovës të merr pjesë në flamurin e IGF-it, do të thotë që kjo edhe është lejuar prej Federatës Botërore të Judos, pasi që ka qenë pengesë pjesëmarrja me flamurin e Kosovës, pasi që e dim se nuk kemi qenë të pranuar në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Suksesi ma serios ka qenë vitin nuk po më kujtohet sakt mirë, po i kom pas diku 15 vjetë më duket, edhe ka qenë Kupe Evropës në Sarajevo për senior, edhe pavarësisht që unë i kom pas 15 vjetë, toni më ka fut me garu në konkurencën e seniorve, edhe aty kom fitu medaljen e orë. Kështu që pavarësisht që kom qenë e re, kom pas shumë vetë besim, edhe pse ndoshta nuk kom qenë qaqe mirë po vetë besimi gjithmonë ka qenë ndoshta arma jame më e fortë, edhe si fëmijë. Përderisa në vitin 2009 kemi marrë pjesë për herë të parë në Kampionat të Evropës për junior. Aty kom garu për Shqipërinë, të marrë parasysh që Kosovë nuk e lejojshin. Kështu që edhe pse ka qenë hera e parë, kom arrit më u bë kampion e Evropës për junior. Përderisa pas një viti, jam bë edhe kampione e botës për junior.
Aty kom garu për Kosovë, sepse kryetari i Federatës Botës e lejoj Kosovën të marrë pjesë Federatën e Gjudos Kosovës të marrë pjesë në kampionat botror, kështu që aty është dëgjuhimi i Kosovës edhe po mendoj që në vitin 2009 kjo garë, ky kampionat botror për junior ka qenë momenti kur krejt Kosova ka dëgju për Majlinda Kelmendin, edhe prej vitit 2009 po mendoj që nuk ka shqiptar që nuk e ka përcjell karrierën tënde. Kur kom fillu me ushtru judo, Majlinda vesh ka qenë në klub, edhe për herë të parë kur e kom pa Majlindën, ajo ka pas brezin e portokallët ose gjelbërt më duket. Edhe veç që kom pa që ajo në atë kohë ka pas përvojë në sportin e judos, edhe veç sa kish fillu me tregu edhe sukses në garat ndryshme. Në vitet 2009, kur ajo veç shpërthej kur e fitoj titullin e kampionatit botror, mandej ma veç u pa që një vaj që u rritë dhe u lindë dhe qa shumë e rëndësi ka stërvit në pej, arriti me i thyk gjithë që ato barjera, me u bo kampione e botës për juniore dhe sot është sikur me u pëthuj se njëjtë sikur me u bo për seniore. Kur e thej qatë barjerë, ma aty u pa që s'ka të ndalu. Derisa paraqitej më e fuqishme se kur, Majlinda ende garante për nivelin junior. Ajo arriti të fitoj 3 luftra në botrorin e vitit 2010, mirë po nuk arriti të mbronte titullin e fituar një vit para. Kjo edhe ishte gara e fundit. Kishte ardhur koha që ajo të vazhdonte në nivel më të lartë. Edhe në vitin 2010 kom qenë junior, në kampionat botës kom humb, jom bue 5-ta, përderisa kampion e Evropës jom bu prap. Mirë po, pastaj kom fillu me garu në konkurencën e seniorëve dhe dikore 3-4 vite nuk kom marrë medalje në kampionate. Kom marrë medalje në këto garat që janë si kualifikuse, edhe që t'jepin pik ty me ngrit në ranglistën botrore. Mirë po në kampionat evropiane dhe botrore nuk kom marrë medalje. Edhe në atë periud, në atë kohë, po mendoj që Toni ka pas pak problem ma shumë se sone. Sa i ka mendu që ndoshta po din me qu një garuse deri nivel të juniorve, po jo për senior. Kështu që ai ka fillu me dyshu në aftësit veta, në punë vetë, edhe ka një ditë kur ka thonë ndoshta ti duhesh me shku diku tjetër edhe ndoshta une që ka që ti nuk di me të ngrit ma shumë. Mirë po fatmirësisht në vitin 2013 unë jam bu kampione e botës për senior edhe nështë ja kom demantu krejt ato qka i ka thonë. Atë po e priste ngjarja më e madhe sportive e vitit, Londra 2012, ku do ta përfaqësonte Shqipërinë, garë kjo e cila mbushi me lot çdo dashamir të sportit. Përvoja saj e parë lojra olimpike në Londër 2012, ne kemi shku atje një grup i shokëve që të kemi bo judo shumë kohë bashkë. Kemi shku atje dhe kemi qenë prezent ditën kur janë zhvillu luftë, kur Majlinda i ka zhvillu luftrat. Një eksperiencë çfarë e dim tash gjithë që ka kalu Majlinda në Londër. Megjithatë, kom pas rastin me pa edhe në lufta tjera dhe sinqerisht është kënaqësi me qenë pjesë e ekipit Majlindës në një sallë ku ajo i bën garat, se nëse e ki eventualisht në bishkrimin Kosova, dikun je jashtëzakonisht i respektuar prej gjithë trenerave, prej gjithë garuzve tjerë, gjithë botës kur e shohin Kosova, edhe je në një sallë ku bëhet gara judo, sinqerisht je shumë i respektuar prej gjithëve. Momenti ma i keq jetës teme, domethënë ka qenë në vitin 2012 në Londër, se aty kom qenë shumë e mirë edhe kom shku me normë olimpike, kom fitu pikë, kom qenë e 5-ta në anglistë olimpike. Mirë po e kom fitu luftën e parë, pastaj luftën e dytë me një garuse nga Afrika kom humbë, edhe realisht për 3-4 muaj kom qenë gati si në depresion, edhe nuk e kom ditë apo do mu me ushtru, apo do mu me bo judo.
Ndoshta edhe vetë mosha kom qenë e re, 21 vjet ose 2 më duket. Kështu që ka qenë shumë presion për mu. Dhe pastaj vitin 2013 kom fillu qysh është mas miri. Kom marrë medaljen Grand Slam të Parisit, ajo në sportin tonë konsiderohet si kampionat botror, për shkak se është bërë shumë fort. Pastaj kom marrë medaljen kampionat të Evropës, medaljen cilën nuk e kom pas, medaljen e brazë. Kështu që kur kom shku në kampionat botror, në muajin gusht në vitin 2013, kom thonë e kom medaljen e kampionatit të Evropës, kështu që kom shku veç me u knaq, me shiju që të gara dhe me jetë maksimumi. Dhe prej ditës që kom fillu me mendu që shtu se cila garë ka shku mirë ma mirë, thjesht jam fokusu në punë teme edhe kom jetë maksimumi. Kështu që kur jam bo kampione e botës, thjesht kom hyrë në atë historinë e sportit judos, edhe prej vitit 2013 e deri më sot nuk ka garë që nuk e kom fitu. Të ja fillu prej garave që pak nivel ma jut, që është Grand Prix, pastaj është Grand Slam, është Mastersi, është kampionati i Evropës, kampionati i botës, edhe lojrat olimpike. Në krejt të gara e ku marrë medalje në ardë, edhe kulmi, ose ka po ku i krejt kësaj, është që më zgjidh 2 herë Berusja ma e mirë në Evropë. Jo veç për kategorinë 52 kg, po prej krejt gjudisteve femra në Evropë. E pastaj në vitin 2014 jam zgjidh edhe gjudistja ma e mirë në botë, për gjitha kategoritë femra dhe mashkujt e më tonë. Pavarësisht humbjes, ajo sfidon veten krahas një gjendje jo të mirë. Motive, dashuria e lufta për një arritje më të madhe, ishin arsyet që ajo të vazhdonte tutje gjithmonë e përkrahur nga familja. Ajo rikthehet në pej tek prindrit e gjyshja e saj. Na u thojmë shumë shpesh, edhe realisht kur jam në pej maksimum jam ndoshta 10 ditë ose 2 javë. Kështu që kur jam në pej, kur jam në shtëpi, mundona me kalu shumë kohë me prindët e mi, me familjen teme, gjyshën e kom gjallë, kështu që edhe mundona që ato 10 ditë ose 2 javë me kalu kohë me gjyshën, gjyshja i ka edhe të 3 vjetë, kështu që e ka moshën që nështë krejt kemi qef me kohën afër saj. Nuk është që del shpesh kur jam në pej, edhe nëse del nështë shkojmë diku me ungën një drek ose një darkë me familje, mirë për nuk jam tip që shkojnë për diskoteka ose del shumë me shoqni. Ndoshta edhe që kur jam jashtë vendit, del shetiti shumë, shoh shumë, kam shumë kontakt me njerëz tjerë, kështu që kur jam pej, kom qef me konë me njerëz që i një, me rreth të ngushtë, me familje. Kosova përpaksa humbi këtë sportiste. Ajo qëndronte në mesin e 2 zjarreve. Ta përfaqësonte Kosovën apo të mendonte vetëm për karrierën e saj, duke vazhduar ëndrrën për te kufive. Kontaktet e para ose takimin e parë kum aranxhuon edhe kemi shku në zyre me drejtonin të ministri Memli edhe i kem tregu që puna është që Azerbejgjani ka ofru kontratën. Unë e kisha ma dërgoj drejtonin draft kontratën, e kisha një mail edhe pa ta lexu me shumë vëmendje një draft kontratë shumë voluminoze. Besom ka pas gjithçka në të përshime, kushtet kanë qenë të jashtëzakonshme, me të vërtet ka qenë vështirë me i thonë jo asaj. Oferta Azerbejgjanit, unë e kom lexuar atë kontratë, po them ditën e parë detyrës tam si ministër, ka qenë ofertë kogja serioze edhe me potencial kogja të madh dhe me vazhdu mas fazës kualifikimit olimpik. Por ne s'kemi pas mundësi kuptimin financiar absolutisht me mujt atë ofertë. Po, unë më imi të tregu tash krejt që ka i kom thonë tonit në atë kohë dhe majlindës ka qenë që shikonin as mujnë nështë me u shty me
ofertën Azerbajxhanit. Po, unë kom e bëjt qëmas që Majlinda me pas pagën më të madhe se të presidentës të vendit edhe Dritoni me pas pagën më të madhe se të kryeministrit të vendit. Dritoni është patriot, edhe primet do në vendin e vetë edhe ka bëjt gjithë shka me nalë qikën këtu. Një detalj tjetër, cili mu kujtu që tash është interesant, një ditë pak para lojrave olimpike, tash le Majlind tash se shqyqyrë si e shku tash se të kish marrë malli për neve. E mërë burë, tha i sharë, tha ju kësha pa me helikoptera, ditë sikur në shaka. Me të vërtet kanë qenë shifrat maramense. Por gjithaj presionu kur është zua me një fitore për Kosovën, Majlinda do të vazhdoj ta përfaqësoj vendin e vet. Ajo na dëshmoi se është më e fuqishme se kurrë. Vazhdoj të triumfoj në pothuajse secilën garë, duke sjellë shumë medalje. 28 gushti 2013 do të kujtohet gjithmonë. Ajo na solli titullin e parë të botës në kampionatin botror që mbajt në Rio të Brazilit. Duke vazhduar me këtë havë, edhe në vitin 2014, ajo rrëmben medaljen e artë në Grand Slam të Parisit. Do ta kaloj edhe këtë, ja mësuar me sfida. Këto ishin fjalët e saj kur pësoi lëndimin serioz, që e detyroi të bëj pauzë për një kohë. Lëndimi i ligamentit të gjurit ishte periudha më e tmerrshme për të, sidomos në fazën kulminante që ajo gjendej. Derisa në mesin e vitit 2015, ajo udhtoi prapë në garat të botrorit. Por sa u shërua nga gjuri, Majlindës ju paraqit një dhimbje shpine që e penalizoi në këtë kampionat. Ajo pavarësisht prezencës nuk garoi, u kthye pa asgjë. Rikthimi i saj ishte në tetor të 2015-s dhe në shkurt të 2016-s në Grand Slam të Parisit, ku në 2 garat fitoi medaljen e artë. Me kokë lartë e me fitore u rikthye në atë dhe. Por ishte zhgënjim pritja në aeroportin e Prishtinës. Përveç mediave, aty nuk e nderoi askush nga institucionet kosovare. Njësën i prili vitit 2016 është datë e cila nuk do të harrohet, jo vetëm pse Majlinda mori pjesë në garat evropiane në Rusi, por është e para që në këtë shtet ngriti flamurin dhe u intonua himni kosovar. Kjo ngjarje peshonte shumë sepse në një formë ishte fitore e madhe për Kosovën. Dhe në anën tjetër, po në këtë garë, ajo rrëmbeu medaljen e artë evropiane. Ky cilësoi si një sukses i dyfisht. Si në aspektin profesional, do të thotë në sport, po ashtu edhe në aspektin financiar, do të thotë çdo gjë ka qenë e mbështetur nga ne, sidomos kur e kemi pa potencialin e saj. Ajo sa i përket pjesëmarrjes në Rusi, ka qenë kampionati evropian, aty ka qenë një odisea e vërtet, një luftë, të them, diplomatike mes nesh edhe Federatës Ruse, po edhe Ministrisë e Punëve të Jashtme të Rusisë, e cila ka qenë involvuar direkt, do të thotë, në mos lejimin e flamurit ton apo edhe intonimit të himnit të Kosovës, dhe jemi dakorduar që s'do të marrim pjesë me asnjë kusht nëse nuk na lejohet pjesëmarrja me flamurin e Kosovës. Kështu që 1 minutë para orës 1 ka ardhur kryetari i Federatës Evropiane, i cili rastistes të jetë po ashtu me komsi ruse, dhe na ka lutur që ta kryejmë akreditimin, pasi që na ka premtuar që në bisedën e tij me kryetarin e Federatës Ruse, do të thotë me kryetarin Putin, ka biseduar dhe i ka premtuar që në qoftë se Ministria e Punëve të Jashtme nuk e ndron vendimin që të lejohet Kosova të marrë pjesë në flamurin e Kosovës,
atëherë do t'jetë ai i cili personalisht do t'vijë dhe t'a vendosë flamurin e Kosovës. Për ne kjo ka qenë me të vërtet befasi, pasi që ishte e dyshimt do të thëtë premtimi i tillë, por ai na premtoi disa herë me këmbgulsi që kjo është vërtet është fakt. Atëherë ne kemi kryer akreditimin. Do të thëtë ka qenë një historie që me të vërtet na ka ngrit neve emocionet, por në fund të fundit ajo ka ndryshuar. Do të thëtë ka qenë e vërtet ajo thënia e kryetarit të Federatës Evropiane, rusit Sergej Solovejçik. Këto momente nuk harrohen let, ai rrugtim edhe sot është i përmbledhur në një rrëfim të shkruar. Ka ideja jeme faktikisht për me pas një libër, për me përshkru krejtë të sërinë e Majlindës deri në majë. Ideja u ka që me nisë për një garës kampionat evropian që vitin e kaluar mbajt në Rusi, që për mu ka pas peshë më të madhe, jo veç sportive, por edhe politike. E ka bërë mundun që për herë të parë flamuri i Kosovës më ngrit në Rusi, edhe mira rës më ngrit në kam me ndëru himnin e Kosovës. Kjo për mu e ka pas një vlerë pak më të veçantë, edhe kapitulli i parë u kanë për këta. Domethënë për kampionatin evropian vitit të kaluar që u mbajt në Rusi, ku Majlinda u kanë e artë dhe u kanë një farë kthejse e madhe në politikën sportive ndërkombëtare. Për herë të parë Rusia ka leju që me intonu himnin dhe me ngrit flamuri i Kosovës. Tani ja kena nisë kapitulli 2 është për fillimin e karrierës. Edhe tani me radhë për sukseset seniore, domethënë titulli i botës i Evropës, për dështimin lëndër, për sukseset e para të tjera si seniore, për medaljen e parë botërore, medaljen e dytë, medaljen olimpike, për ndikimin e Majlindës në politikën ndërkombëtare lidhur me Kosovën, për vizerin Marius Vizer që i ka ndihmuar shumë Xhodës edhe Majlindës personalisht, edhe disa kapituj tjerë. Në vitin 2016 ajo u distancua thuajse nga çdo garë, krejt kjo për shkak të telasheve të vazhdueshme me shpinë dhe kohës së Olimpiadës. Gara e madhe po kërkonte edhe angazhim, ushtrimet ekstreme ishin qelsi i suksesit. Toni gjatë ushtrimeve është shumë i ashpër, është shumë i rreptë, edhe vërtet shumë, edhe realisht ato 5 minuta kur është nervoz nuk guxon kërkosh asnjë fjalë më thonë. Mirë po mendoj që ky është çelësi i suksesit. Para stërvitjes se kemi si ligj me kon këto 15 minuta para se me fillu stërvitja, edhe me bo me u vanu 1 minutë, ose dënon diçka ose nuk len me hy heq. Edhe një ditë jam vanu jo 1 minutë, 30 sekonda, kështu që më ka dënu, më ka detyru me vrapu 10 minuta, pavarësisht që jam ndoshta kampione olimpike, mirë po në stërvitje nuk e njeh kokën. Gjithmonë ka trajtimin e njëjtë, domethënë nuk ka privilegjin në stërvitjet tonë. Këto e din Majlinda dhe e vlerëson, sepse mos kishte qenë kjo me siguri që nuk ishim arrit këtu ku kemi arrit. Domethënë disiplina edhe mos dallimi i kujtdo gjatë stërvitjes për mua janë parimet kryesore, edhe në raport me Majlindën është njëjtë. Shpesh ndodh që t'jem pak më jashtë ndaj saj, shpesh ndodh që ta ngërrij zanin. Por Majlinda është tip personi i cili në stërvitje
gjithmonë jep ma shumë se 100%. Dhe më thonë, me gjithë garus kam problem me i motivu për me jep maksimumin, me shumicën. Për Majlindën t'ju them sinqerisht shpesher në stërvitje kam problem që ta ndalë. Pregaditit kanë qenë shumë të forta, sidomos ajo pjesa e parë e pregaditjeve është tmerrsisht e vështirë, sepse shkojmë në bjeshkë dhe lartësia mbidetare është kogja e madhe. Kështu që përveç pjesës vështirë fizike është edhe ana psiqike, e sidomos të unë ka qenë kjo shumë prezente, sepse kom pas cak me marrë medaljen e artë olimpike, mirë po fizikisht nuk kom qenë qysh duhet, mirë po qysh tash ma heret nuk e ka ditë kërkush ta më mirë qysh unë e pëndina, nuk jem qelë me kërkan, nuk i kom tregu kërkuj, e sidomos tonit, nuk kom dashur taj aspekt me dyshu as në punë ti, po as në mu. Koha po ofroi për momentin e madh, por ai e di të relaksoj veten edhe në këtë fazë. Nuk konsumon asgjë jashtë shtëpisë, në disa raste as ujë të thjeshtë. Unë krejt që ka bëj është ha, flej, ushtroj, kështu që nuk kam dhe një hobi që kisha me cek. Mirë po, ajo që ka më qetëson shumë edhe më bën mundi shumë mirë, më largon shumë stresin, është leximi edhe shoppingu. Para gorave të mdo, edhe nëse nuk kam nevoj për kur gjohë me dalë për shopping, edhe hargjoj qaq shumë sa që kanë herë këna konflikt me tonin, se ajo është shumë kundër shoppingut, nuk e di pse, nuk është se ka qef shumë me po shopping, ndoshta shumica e mashkujve janë kështu. Mirë po, që shtash ma herët më ndihmon shumë a largon stresin edhe para gorave të mdo, shopping është ajo që ka e bëj krejt kohën. Këti udhëtimi i duhej një analizë. Majlinda dhe Nora, cilat kanë qenë pjesëmarrëse 2 javë para lojra olimpike në Rio, s'kanë pas qasje as në telefonat e tyre personal, as në rrjetet sociale. Majlinda edhe nuk ka rrjet social personal, dhe më dhe nuk ka Facebook, as Majlinda, as Nora. Vetë arritja në Rio ka qenë 100% e paracaktume, kur do të rrim, kur do të ambajmë stërvitjen e parë, kur do të udhtojmë. Ne kemi udhtu jashtë ekipit të prestacionit Kosovës në Rio, ata kanë shku ma herët. Aklimatizimin, mënyrën se si për shkak të ndryshimit kohor, ato në gjanat cilat ne i kemi studiu deri në detalet më të vogla. Për 4-5 vite ka pas dilema sa që du të me shku dikush 2 javë për para, dikush 2 ditë. Na kemi shku 3 ditë për para, sepse ka të bëj me një gare cila është në përëndim tonin. Bile ka arë momenti kur para lojrave olimpike ka thonë, i shkon mirë që në intervistat kur t'i jep me thonë që veç e ki cak medaljen. Mësë i bërë që atë shumë presion vetit me thonë medaljen artë. Edhe është të du me gëny, medalja e artë është sa ku jam, kështu që nuk du me thonë thjesht medalja kur e du tape, kur e di që jo me mira edhe më. Kjo më ka bo mu me undi që qëllimi im është duke u arrit, edhe faktikisht qëllja e saj, para garave, ditën e garave, 2 ditë ku kemi rrinë në Rio para garave, gjithë ka qenë rregull, stërvitja fundit, gjumi, kontakti. Majlinda ka pas absolutisht të ndalume me kontaktu me dikon tjetër, që është i botës, me të cilë unë nuk i kom tonë me kontaktu. Medalit fitohen që tu, jo ngana. Japonezja Nakamura, ajo ka qenë rivalja jam e kryesore, edhe ajo ka qenë kampion e botës 3 herë, unë kampion e botës 2 herë, mirë po në gara nuk kemi ndesh asnjë herë. Në gara cilat ajo ka shku, unë s'ku marrë pjesë, në gara që ku shku, ajo s'ka ardhë, edhe në pregaditjet ose kampat që kemi marrë pjesë,
ku kom shku në ajo prapë s'ka ardhë, ose e kundërta, kështu që gjatë krejt karierës teme dhe karierës saj, veç një luft njëtë e kemi bo, ajo ka qenë në kamp në Tokyo, për diri sa ngora nuk kemi taku asë njëherë. Kështu që për Nakamurën kemi mështu diku rreth 2 vite rresht, dhe ajo ka qenë, me thonë, kur kom qenë si më eri, ka qenë idoli jemi, edhe ngora kur kom shku, kom qenë ndoshta më eri, edhe ajo atëherë është bu kampione e botës, në vitin 2009 nuket në Rotterdam, edhe unë jë mund një qash edhe kom këqyr krejt që ka përbën. Qysh po hanë, qysh po nëzijet, qysh po ushtranë, kështu që kom thonë, a vjen dita unë më bu si kjo. Kështu që në Rio kom pas ndoshta pak ma shumë stres, pak ma shumë emocion edhe adrenalin para gjysmë finales kundër japonezës, edhe në atë pjesën prapa sollës, më thonë, ku nëzihem me, aty janë qëndrojnë krejt garuz bashkë, nuk është se kemi do me hapsire. Kështu që mund është ti me po kundërshtarin që aty krejt që ka po bënë, qysh po sillet. Edhe para gjysmë finales kemi pas diku pauzë rreth 2 orë gjysmë, edhe unë ushtriva deshta pak me pushu, me flejt, edhe tash qyshëm shtrek kështu mbark, atë japonezën e kisha përbol. E tash ajo lujke me telefon, hajke banane, lujke me flok qëtu, se kështu japonez si popull janë pak si teenager, edhe nëse i kanë 45 vjetë. Edhe nuk kisha shans me flejt, as me pushu, se unë është shumë nervoz, kom pas emocione pak ma të ndosë që duhet mirë, po në momentin kur kom hynë tatami, kur kom hynë dyshek, i kom menagju mirë ato emocione, kështu që lufta ka shku shumë vështirë, lufta u konë shumë e fortë, tamam që ashtu që kena prit, e kom fitu luftën me një denim për pasivitet, që ka është shumë e vështirë kundër japonezëve, sepse taktikën edhe strategjin për luftë e kanë ma të mirë se cili do shtet tjetër në botë. Mirë po kur e kom fitu gjysmë finalen, kom thonë medalja artë është e jemi. Në mëngjes kur jom qu, qëllimi imi parë ka qenë që unë para majlindës të reflektoj pozitivisht, që pamja ime ka rshi saqje të fuqishme, që dukem fort, që t'jep energji pozitive në zanësës, jo negative, jo dukem i rrudhum, edhe ja ku ma rrit qëllimit, sepse qush në mëngjes, momentin e parë që kemi pas, kur kemi hynë palestër, ka qenë kështu një farforme e kom gjetë një shkas të vogël, me ngucë majlindën, diçka për me e këshyrë se ajo a është e përgjumum apo është në fokus të mirë, dhe më thonë a e ka koncentrimin mirë, edhe momentin që unë e kom harru të më drejten se qka ka qenë tema, për diçka e kom ngacmu që të më reagoj, se e di në qka reagon, edhe e më ka reagu me një shpejtësi të jashtëzakonshme, ka fillu pak me mu me folë ashtu në pozicionet barabartë, edhe unë mandej nuk kom folë mo, veç që kom këthy shpinën një më largu, në vetën ti me kom thonë mirë është, dhe më thonë nuk është e përgjumum. Emocioni ka qenë i papërshkrueshëm, besoj se dhe gjithë jenë gëzu si familje, besoj se edhe gjithë populli kombëtar shqiptar është gëzu me fitoren e majlindës, dhe besoj se një atë cilën kanë dasht të kryojnë dhe të mërin toni dhe majlinda e arritën qëllimin, dhe besoj se tash e tu që do të ketë edhe fitore tjera, po besoj me këtë e kanë mëri kulminacionin dhe emocionit kanë qenë të papërshkrueshme. Gjithë jemi gëzu, të thëmë të drejten, kemi qajt prej gëzimit. As lëtës kemi mujtë me ndalë atë ditë. E kem ditë që ka me qenë vështira, jo ditë shumë, bjën garat në dhaja ku krejt presin një kombi, krejt kombi faktikisht ka prit prej saj, e kem ditë që kanë punu shumë, e kem ditë që kanë qenë pregadit shumë. Nuk e di në njëherë që mrena 4 minutave kom pas atë shumë emocionet të pandalshme, çdo sekundë dhe kur mu kanë ndu 4 minuta ma gjatë. Botrore edhe i kampionës olimpike shpresoj që në tapën edhe pse shteti vogël ne do të vazhdojmë të qellim rezultate dhe medalet niveleve të larta në fotball.
E arta Majlind u bë emër I ditës për mediat ndërkombëtare. Për herë të parë, pas një kohë të gjatë, për Kosovën është folë një krejt media ndërkombëtare, jo vetëm pjesën për sport. Po mediat mëdha botërore kanë pas top line që Kosova dhe Majlinda Kelmendi ja sjellë Kosovës medaljen olimpike. Është një motiv shumë I madh, pas edhe pse jemi të njëjtën kategori, kam mësuar shumë prej saj edhe nuk është një tip që I mban krejt ato që I din për vete, mundohet gjithë në klub me na mësu diçka që din, edhe ka qef që gjithë klubi me përparu edhe me arritje. Prej që ka qenë e vogël ka tregu edhe me thonë ëndrat e saj për që një ditë me qenë majën gjudistëve, dhe me thonë majët të gjudos, edhe këto e ka arrit. Majlinda ka të fituar 2 tituj të botës për senior, 3 tituj të Evropës dhe medaljen e artë olimpike. Atë që vetëm me madhja Majlind ja solli Kosovës. It's crazy. I'm so happy for me, for my coach, for all my country. It's the first time that Kosovo is part of the Olympics, and for the first time I take gold. That's huge. Pas kthimit të Olimpiadës, Majlinda vendos në ankant simbolin që mbante në shpinë gjatë lojrave olimpike e Rio 2016. Kret kjo për t'i ndihmuar fëmijët e prekur me kancer. Tatuja është TK, Toni Kuka. Unë që të thash ma herët, Toni kam I qenë mirë njëse deri ditën që dhe tes. Nuk e di, shumë shpesh më dalë me ndua dhe këmë thonë, qa ku mbojt që mi ka që Zoti Krejt sot një. Ka njerë është thjesht e pakapshme. Majlinda Kelmendi, sot është krenaria e Kosovës dhe gjithë shqiptarëve.